I tubimi i nevojshëm në lidhje me simbolikën që mban ftesa për të organizuar e gjitha kjo, e cila ka të bëjë me mbrojtjen apo me legitimitetin e misionit të lëvizjes së UÇK-s në kohën dhe në momentin e dur, që është një moment krucial për historinë e shtetit Kosovës, po jo vetëm. Dhe në këtë kuptim, aktivitetet të kësaj natyre, siç po ngjasin edhe në vende të tjera, është një mesazh në kuptimin e një rrjeshtimi i solidariteti mbar shqiptar, të cilën ndajnë një opinion dhe qëndrim në lidhje me misionin e UÇK-s, dhe një presion pozitiv, do thoja unë, ndaj institucioneve të drejtësisë për të shpejtuar një proces i cili dukshëm është i zvarritur përtej logjikës edhe praktikave të mëparshëm në lidhje me analizën edhe gjykimin e çështjeve të tilla. Zgjedhja e Tiranës e kryeqytetit shqiptar për të mbledhur të gjithë, ne kemi raportuar edhe me kolegët se kjo është e treta në radhë pas Hagës dhe Prishtinës, pritet që ndoshta e katërta nëse i referohemi edhe komunikimeve që kanë përfaqësuesi të jetë në Shkup. Si duhet ta vlerësojmë faktin se sot u mbajt në Tiranë? Unë gjykoj që nuk është një zgjedhje pa menduar mirë. Së pari, po t'i referohemi kushtetutës tonë, ne kemi një detyrim kushtetues në lidhje me çfarë ndodh me bashkëkombësit tanë përtej Shqipërisë. Së dyti, lidhja jonë historike me Kosovën është ajo që është dhe ne s'mund ta zbëjmë historinë përtej vendimmarrjes së fuqive të mëdha, të cilët na kanë ndarë në dy shtete. Së treti, Shqipëria, duam s'duam ne, është epiqendra e diasporës shqiptare, për shumë arsye. Së pari edhe për shkak të pozitës, reputacionit, integrimit të shtetit shqiptar në strukturat euroatlantike, roli që ka vetë shteti shqiptar në aspektin e mbrojtjes, lobimit, ajsa janë hapësira dhe mundësit për i të vërtetës, për t'i dhënë statusin që i takon jo vetëm Kosovës, por edhe vendeve të tjera ku janë të vendosur shqiptarët në vendet përreth, dhe duam s'duam ne, Shqipëria është epiqendra gjeopolitike e rajonit ku historia na ka vendosur në një pozitë favorshëm si shtet flas si Shqipëri, dhe ne duhet ta shfrytëzojmë për të parë jo vetëm interesat tona të lidhura ngushtë me shtetin shqiptar, por edhe ato që lidhen me diasporën, sepse ne kemi lidhje të pashmangshme me vendet përreth, të cilët rrethohemi nga shqiptarë. Në këtë kuptim mendoj që kjo është dhe simbolika e përzgjedhjes së Tiranës si epiqendra gjeopolitike e të gjithë interesave, nevojave, dëshirave dhe identiteteve që lidhen me shtetin kombë shqiptar. Të lutem, dua që të analizojmë së bashku patjetër pjesëmarrjen, e prekëm që ishte masive, ndoshta do duhet të jetë një mesazh edhe për partitë politike, duke patur parasysh mbledhjen që patën të gjithë shqiptarët sot në sheshin Skënderbej për këtë kaos, po nga ana tjetër edhe simbolet kombëtare, tubimin në vetvete, këngët e përdorura, sigurisht edhe folësit, pjesëmarrësit. Pam ish-presidentin Mojsiu në një moshë të konsiderueshme, mund të themi, që dha mesazhet e tij, nga ana tjetër edhe zoti Ali Ahmeti që foli patjetër për bashkimin e shqiptarëve dhe për mesazhe që çdo kush do duhet i dëgjonte. Si i pat këto komponent që bën të tërën në këtë tubim? Në të gjithë këtë parashtrim që u bët, unë dalloj dy rrafshe. Rrafshi publik dhe rrafshi politik. Në kuptimin e rrafshit publik, ne duhet të ndjehemi mirë që ka një vetdije të shtuar kombëtare, duke përdorur simbolika të cilat ne na bashkojmë njëri tjetrin për te kufive ku ndodhemi, dhe kjo lidhet me identitetin ton dhe nuk është gjë tjetër vetëm një shfaqje patriotizmi që e gjen rëndom në çdo vend modern me të cilin ne flasim sot. Ku shoqëria her pas here ndjet nevojshëm të imponoj me mekanizmet e saj, identitetin e saj dhe të shfaq krenari apo përmbushje për atë histori që ajo ka. Por ajo çfarë ne vërejmë në rrafshin politik, shpesh herë ne e justifikojmë me rolet e kufizuar që kanë shtete si Shqipëria, të cilët kanë një rol pa përfillshëm, ndikues, influencues, apo dhe leadershipin në arenën ndërkombëtare, por
hakte që janë marrë nga aktorët politikë, qoftë Majtas, qoftë Djathtas, qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë, qoftë Maqedoni, qoftë Malzi, vëre që në të shumtën e rasteve janë ndjekur nga interesi agjentat e tyre personale apo subjekte politik të cilët përfaqëson dhe jo shumë nga interesat kombëtare. E kemi të vështirë të gjejmë momentet ku partitë politike në të gjithë treva shqiptare ku vendosen, në shumicën e sjelljeve të tyre të kenë gjetur dakordsi me kundërshtarin politik për të mbrojtur interesi kombëtar, pikërisht atë që shohim sot në shesh. Pra, unë do thoja, konsensusi që gjenë shqiptarët, pavarësisht se janë në troje të ndryshme, në lidhje me nevojën për të shfaqur një lloj patriotizmi dhe nevojën për të mbrojtur interesi kombëtar, shpesh nuk e gjejmë tek partitë politike. Kjo, mendoj unë, është një pikë kritike e cila nuk na turpron në kuptimin e përgjegjësisë që kanë aktorët politik për ta manifestuar dhe për ta orientuar dhe drejtuar gjithë të frymë kombëtare që është aty. Në fakt, kjo ndasi politike, ndarja e partive politike, mos ngritja drejt interesit kombëtar ndaj atyre interesave të vogla partijake u pa në këtë protestë. Është e pashmangshme, ne kemi raportuar për gjitha thuajse dhe përplasjet, ndoshta, nëse mund t'i konsideronim të tilla. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, pati një refuzim. Unë kam patur mundësi të flasë edhe me përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës. Ata ishin as pak të surprizuar për qëndrimin e tij, pasi thonë se kanë komunikuar prej vitesh me kërkesat e tyre dhe kurrë nuk kanë gjetur ura komunikimit si fillim, më pas edhe zgjidhjet mundshme, të cilat kanë qenë shumë larg. Një version të tillë u pa edhe tek Partia Demokratike, e cila fillimisht tha që nuk do të jem aty, se aty do të jetë Edi Rama dhe ne nuk mund të qëndrojmë, po themi, në të njëjtin tubim. Si duhet ta lexojmë diçka të tillë? A do të ketë kjo kosto në gjykimin tuaj, qoftë elektorale, po edhe më tej, tek i gjithë perceptimi që qytetarët mund të kenë për vendime të tilla? Në të gjithë faktët që ju sollët, duke u referuar liderëve të partive kryesore brenda Shqipërisë dhe në Kosovë, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm ilustrojnë atë gjë që ne bashkë e diskutuam, ku shumica e sjelljeve të drejtuesve të partive politike për momente, çështje, situata kritike është orientuar më shumti nga një konjunkturë e brendshme politike, llogari e ngushtë elektorale dhe një lloj servilizmi pa kushte ndaj faktorit ndërkombëtar për të mos keq kuptuar apo për të mos pozicionuar si palë ndaj një qëndrimi i cili mund të mbijë ndesh me filozofinë apo me orientim që kanë struktura të caktuara tek faktori ndërkombëtar. Dhe e parë kështu, jo pak raste, kjo ka krijuar kosto dhe efekt, duke mos krijuar dimensionin dhe fizionominë e një shteti serioz, i cili ndan llogarinë e ngushtë politike, ndan çfarë është detyrim ndaj faktorit ndërkombëtar, por çfarë është detyrim dhe ndaj shtetit shqiptar edhe kombit shqiptar, dhe pozicionohet qartë duke mbrojtur në disa raste një padrejtësi që gjykohet jo vetëm nga aktorët politik, jo vetëm nga të gjithë shqipfolësit që e njohin çështjen, por edhe nga aktorët të rëndësishëm ndërkombëtar. Dhe ky ishte rasti. Dhe unë mendoj ky është një rast flagrant ku s'duam apo duam ne kemi të bëjmë me një zvarritje të qëllimshme e cila në finale nuk i bën nder as imazhit Kosovës, por edhe me gjërë edhe faktorin ndërkombëtar ku përfshihet edhe Shqipëria. Ky qëndrim do të ketë kosto sipas jush për këto parti politike? Unë e kam të vështirë të mas kostën se sa mund të jetë ajo. Në rastin e zotit Kurti, ai ka menduar dhe ka gjykuar që nëse do të kishte ndonjë qëndim tjetër për llogaritë e tij, informacione që ai ka, kontakti që ka me faktorin ndërkombëtar, po ndoshta do u mori poshtë, i sjell informacionin që ky do të ishte qëndrimi i duhur. Pavarësisht se është një qëndrim i duhur në kuptimin politik, po nuk është një qëndrim i duhur në kuptimin e interesit kombëtar që kërkon që edhe aktorët politik të solidarizohen me shqetësimin që ka mbar opinioni publik, ku s'është në tavë apo në lojë fati i kundërshtarëve politik në Kosovë apo i kundërshtarëve politik në Shqipëri, por është në lojë gjithë
nisma, përpjekja, lufta e një formacioni caktuar i cili sot e ka vendosur shtetin e Kosovës në pozita të barabarta me çdo shtet tjetër pjesë e Bashkimit Evropian apo në kontinentin evropian. Ju pyes për këtë kohë sot të mundshme, duke patur parasysh se kjo kaos u duk se u përqafua nga qytetarët, me një lloj sensibilizimi që ato patën, po sigurisht edhe me pjesëmarrjen që ne ndoqëm. Edhe ndoshta nëse do duhet të mendonim si një parti politike për interesin e tyre, qoftë edhe partijak, duket se ato do duhet të jenë aty ku janë qytetarët, apo jo? Po, mund thuhet dhe kështu, po ne duhet të themi edhe diçka që ndoshta vlen për të theksuar. Në krahun tjetër ka dhe një faktor ndërkombëtar i cili na shikon me lup në lidhje me qëndrimin që ne mbajmë, por çështje që lidhet edhe me çështjen e gjykimit në Hag të disa figurave kryesore të luftës çlirimtare të Kosovës. Dhe në çdo pozicion apo qëndrim të haptas që mund bëhet nga partitë politike këtu, pro mbështetjes figurave kryesore të lëvizjes çlirimtare të Kosovës dhe nën teksti kundërshtimi i gjykimit apo i zvarritjes procesit gjyqësor mund interpretohet dhe mund përdoret nga pala serbe, që njëjta gjë ka bërë dhe pala serbe, e cila ka qenë haptas kundra ndaj të ashtu quajturve protagonistë, të cilët kanë lyer duart me gjak në luftën në Kosovë dhe jo vetëm. Dhe në këtë kuptim, ky kompleksitet që i mban aktorët tonë shqiptar për të mos u etiketuar si ato serb, i bën her pas here që të jenë të dislarguar, të indiferent, të mbajnë një lloj distance, si mos të keq interpretohet qëndrimi i tyre mbështetës si një qëndrim i cili kërkon të mbrojë me pa të drejtë figura të cilët pavarësisht se janë fshehur nga motivi apo janë nisur nga motivi për çliruar Kosovën, por gjatë këtij procesi kanë bërë dhe trazira. Në këtë kuptim përpiqemi të kuptojmë edhe hezitimin e aktorëve shqiptar, politikë shqiptar, por duke qenë se kjo është një qëndrim i vazhdueshëm, konstant, që nuk lidhet vetëm me këtë çështje, por lidhet edhe me shumë çështje tjera që nuk është rasti t'i analizojmë këtu. Ne shkojmë drejt një konkluzioni që tek aktorët politikë shqiptar dhe jo vetëm, vëret më shumë një lloj servilizmi për të pëlqyer faktorit ndërkombëtar, sesa një lloj vetdije për të pëlqyer opinionit publik. Dhe kjo është kriza e përfaqësimit që kemi ne tek aktorët politikë që ju me drejt thoni. Pra, jo vetëm ky rast, por në shumë raste nëse ne do t'i listojmë dhe do t'i analizojmë, do të shikojmë që ka një diskordancë mes vetdijes publike edhe agjendës aktorëve politikë, të cilët sforcohen më shumë të bëjnë përshtypje ke faktorin ndërkombëtar sa të përmbushin pritshmërinë që ka opinioni publik pasi janë të zgjedhur nga ai. Po, ndërkohë që janë votues të tyre. Zoti Lami, unë dua një koment të fundit për ta përfunduar. Prisni ju që kauza e kësaj proteste të shkojë deri tek faktori ndërkombëtar? Një nga pikat për shembull është që kanë organizatat është edhe sensibilizimi i tyre. Patjetër edhe vënia drejtësisë, po nuk e di sa e udhës është flasim për një proces gjyqësor që mbart e gjithë kjo çështje. Mendoni se do të ketë ndikim protesta, mbledhja e mira e qytetarëve shqiptar në qytete të ndryshme, edhe çuarja përpara e kësaj kauze? Unë mendoj që e mira e kësaj proteste është që gjallon ose zhvillon ndjenjë kombëtare, e cila për shumë arsye tek ne është e vrarë, e cunguar, e përdhosur dhe nuk është se e kemi shumë të zhvilluar si ndjenjë e cila është e nevojshme, pasi jo pak raste shteti apo kombi vihet në pozita të vështira dhe kush mundet tjetër ta mbrojë atë përveç opinionit publik. Së dyti, eksperienca e protestave për çështje të tjera në vende të tjera, siç është edhe i Gazës, që ne po flasim, nuk ka vetëm elementin e presionit, por ka edhe elementin e sensibilizimit të mbar opinionit publik ndërkombëtar në lidhje me atë çfarë po ndodh. Dhe së fundmi, unë gjykoj që patjetër edhe institucionet ligjzbatuese, duke parë jehonën që merr një protestë, reagimit që përfshihen aktorë të rëndësishëm ndërkombëtar dhe lokal në këtë protestë,
e bënda atë që të mos jetë indiferent. Dhe në këtë kuptim gjykoj që kjo është vetëm një formë se si po zhvillohen ngjarjet atje. Sepse deri tani kemi parë që heshtja dhe lënia e institucioneve të drejtësisë që ata të bëjnë punën e tyre dhe roli moderues i aktorëve politik shqiptar për të mos ju keq kuptuar si ndërhyrës në çështjet e gjykimit të institucioneve ndërkombëtare nuk ka dhënë rezultat. Dhe kjo ndoshta na ka bërë që të jemi pa ndikim dhe pa rol në atë çfarë po gjykohet. Dhe ndoshta do unë mendoj po, pikërisht këtë do të thoja dhe unë do të mbështesja që është një hap i cili duhet mbështetur dhe duhet përkrahur sepse ndoshta kjo është vetëm një formë për t'i dhënë zgjidhje një çështje e cila thjesht varritet dhe s'kuptohet ku përfundon. Dhe si? Unë ju falenderoj shumë.